Ai konsiderohet një ndër sociologët më të njohur modern dhe librat e tij janë botuar në 29 gjuhë të ndryshme, përfshi edhe shqipen. Anthony Giddens rivjen i publikuar në radhën e librave të rinj me pasojat e modernitetit, botimi i cili u promovua në Tiranë me praninë e vet autorit britanik. Në libër Giddens shtjellon në tërësi përmbajtjen e fjalës modernitet, të cilën e përdorin shumë shpesh në të folurën tonë të përditshme. Mes autorëve vendas Dimitër Myzeqari publikon librin Qyteti që ma gjep si udhëtarët. Botimi në të cilin përfshihen edhe imazhe ka të bëjë me mënyrën se si është përcjellë qyteti i Beratit në veprat e udhëtarëve dhe studiuesve të huaj nga viti 1880 deri në vitin 1940. Në gjininë e librave konspirativ përkthehet në shqip autori i njohur armeno-amerikan Zekaraja Zichin. Në botimin Planeti 12, Zichin hulumton mbi alienët dhe teorinë e krijimit të planetit. Arben Duka rikthehet me poezitë e tij satirike të ndara në këto dy vëllime, ndërsa po në gjininë e vargjeve botohet edhe autoria Selvi Beçaj me Fordo të mbërthejë o jetë.